Në zemër të një prej zonave më bujqësore të vendit ndodhet ferma Imeri, një fermë që prej vitesh ka ndërtuar reputacionin e saj falë rritjes së lopëve dhe prodhimit të qumshtit cilësor. Në këtë mjedis ku puna nis herët dhe përfundon vonë, jeta e fermerit bashkon traditën dhe sfidat e kohës moderne. Ekipi ynë udhtoi drejt kësaj ferme për të zbuluar nga afër sa e kërkuar është mbajtja e një ferme sot, cilat janë vështirësitë, përgjegjësitë dhe pasioni që qëndron pas kësaj veprimtarie. Ferma Imeri nuk është thjesht një vend prodhimi, por një shembull i qartë i asaj se si dashuria për bujqësinë dhe kujdesi për baktin mund të krijojë një mjedis ku tradita bashkëjeton me standarde moderne. Na tregoni pak shkurtimisht historinë e kësaj ferme dhe sa kohë keni që veproni në Shas? Unë quhem Omer Fadel Gjoni, rreth për një familje të mesme fshatare të anës Malit. Me bujqësi ne jemi marrë krejt jetën, si unë, baba, gjyshnat tonë, të gjithë të paret. Deri në vitin 97, unë kam punu në një organizat bujqësore në Ulqin, në Ularë të Ulqinit. Me mbylljen e kësaj organizate, unë jam kthy në bujqësi. Qyshat heran në bujqësi jemi marrë edhe me të mbjellna edhe me blektori. Para 3 vitesh e kemi zgjeru këtë farmë dhe kemi marrë 10 kren bakti pej Austrijet në përmes të bujqësisë. Tash kemi mërrit në 22 kren kemi të mëdha dhe kemi edhe 15 mushtjera të lana për vazhdim. Ne të shtu kemi 22 kren, 10 janë të Austrisë kuqe bardhë, dërsa tjerat janë të tonat si kemi mbajt për para. A mund të na tregoni si është një ditë e juja e zakonshme këtu në fermë? Ne në mëngjes qohemi në 7 ora, pim kafe dhe dalim me gjithë gru në pastrimin e shtallës dhe mandej lam gjitë, vazhdojmë mjeljen. Në 9 ora na i kemi të kryme mjeljen, mandej u qesim dhe mund jemi të lirë deri në 11 apo në 12 ora. Mandej përsëri dalim masditje në 2, i vazhdojmë prapë u qesim, në mramje dalim në 8 ora përsëri dhe deri në 9 e krym edhe mjeljen e mbramjes, e shtim qumshtin në laktofriz dhe në nesren vinë pej një kshiqit edhe e grumbullon ata, e marrin dhe e qonë në një kshiq. Çfarë prodhimesh nxirrnin nga ferma dhe si siguroheni për cilësinë e tyre? Sa i përket cilësisë, është në pyetje vetëm pastrimi. Nëse sa ma në pastër e ma më shtallen, aq ma pastër del qumshti, apo edhe lopt janë ma të shëndoshta. Deri me tani, ne nuk kemi pas as njëherë intervenime nga shteti apo nga komuna për mbeturina të këqija apo diçka tjetër, për arsye na ka dalë qumshti rregullisht i mirë, kvalitet, dhe baktit nuk kemi pas smundje kur në tash 3 vite që e vazhdojmë këtë punë. Po. Më tregoni, a përdorni ushqim vendas për baktin apo ushqim të blerë? Si ndikon kjo në rendimentin e qumshtit? Sikurse edhe ju e dini, rendimenti mbaret nga kvaliteti i ushqimit të baktive. Ne ushqimin e kemi të klasës e parë, sigurom sanën, sigurom silazhin, po edhe drithnet. Na mjedhim edhe drithna, për atë arsye ushqimin e kemi bio, e kemi 100% ushqimin tonë. Ndoshta ndodh ndonjëherë ndonjë muj që na duhet mu furnizu peshqitorëve, por shumë herë, shumtën e kohës e kemi ushqimin tonë. Si kontrolloni shëndetin e lopëve dhe a keni bashkëpunim me këto të veterinarisë? Sikurse edhe ju e dini, unë e kam edhe një djalë doktori veterinarisë, për atë arsye ne shëndetin e kafshëve e kemi në nivel, nuk e kemi kur të ramje.
na kemi veç për çdo vjet e ma mirë, saj përket shëndetit të kafshëve. Qumshtin vinë dhe e kontrollojnë pejnë i shiqit, vinë 4 herë në muj, për çdo javë banë analizat dhe deri me tani ne nuk kemi pas ndonjëherë intervenim të shtetit për kvalitet. Kvaliteti na ka dalë gjithmonë i mirë. Cilat janë ato sfida kryesore që përballeni sot si fermer në Ulqen? Sikur se edhe ju e dini, kjo është një degë shumë e vështirë, se duhet të jesh gjithmonë i angazhuar 360 ditë, duhet të jesh i lidhur, nuk ke as pushim, as festa, as shëqyre, apo mos thaf zoti dhe mëdetje. Për atë arsye duhet të jesh gjithmonë 366 ditë, por unë jam në moshë, gëzoj pensionin tim që kam, por kam dëshirë të madhe të merrem me këtë veprimtari, se e kanë marrë edhe e kanë punu edhe gjyshnat tonë, për atë arsye e kam dëshirë të madhe. Unë jam i kënaqur nëse këtë veprimtari e mri që t'ja dorëzoj djalit tim, unë do t'jem edhe një herë ma i kënaqur që t'a vazhdojnë këtë veprimtari. Sa ka ndikim klima shasit në prodhimtarinë e lopëve? Klima jonë është e përshtatshme për çdo, si për mjellje, si për blektori, është klimë shumë e përshtatshme. Por është e keqja jonë se ne nuk kemi të ri që të merren me këtë punë, e kur met në të më shumë, kjo dihet se është kohë caktuar se nuk do të zgjasë shumë. Për atë arsye mosha luan rol në këtë veprimtari. Sa vështirë është sigurimi i ushqimit për baktin në periudhat e thata? Sigurimi i ushqimit është i vështirshëm, por ne kemi mjete shumë të mira bujqësore, i kemi të vitit 2016, i kemi të gjitha të kohës. Për atë arsye ne nuk ndim një vështirësi të madhe, pa marrë parasysh se thatësia ban punën e vetë, por ne nuk e kemi ndi deri mi tani, se jemi të përgatitur me mjete bujqësore. Si mendoni, çfarë duhet të përmirësohet në sektorin e bujqësisë në Ulqen, me që na treguat se të parët tu, gjyshrit edhe juve, por ju keni dëshirë edhe të ta trashëgoni këtë fermë në djemtë e juaj. Çka mendoni që shteti dhe qyteti i Ulqenit duhet të përmirësojnë në sektorin e bujqësisë? Unë jam njeri i cili kam punu shumë në bujqësi. Jam njeri i cili kam punu edhe në një organizat bujqësore, të cile ka ndiku edhe shteti për mirëmbajtjen e asaj organizat, dhe të parën herë shteti si shtet ka fillu të zhgatrojnë bujqësinë. Për atë arsye, është e pa mujtun të pritsh të ndihmon diçka ky shtet. Nëse rinia nuk gjindet tu dhe nuk ka punësim, është e vështirë të pritsh prej tyne. Kur kam marrë mehanizacjen në vitin 2016, na kanë premtu se 50% keni refundim. Në fund të fundit doli me 28%. Për atë arsye në këtë shtet nuk mund të bazohej shumë. Komuna si komunë nuk ka mundësi të napë ma tepër, na jep 5 cent për litër të qumshit. Ne duhet të jemi të kënaqur se nuk ka mundësi të kërkosh diçka që nuk ka mundësi, është e tepër. Për atë arsye nuk mund të kërkosh ma tepër se sa ka mundësi. A planifikoni që të bëni ndonjë investim apo ta zgjeroni këtë fermë dhe si është kjo situatë në këtë periudhë? Unë si që ju tregova, mosha është të janë vitet e fundit të njeriu, kur i ban 70 vjetë, dëshira është e madhe, por nëse unë thash, nëse unë mri që këtë fermë t'ja dorëzoj djalit dhe ta vazhdonaj, unë kam dëshirë që t'i bam 50 krenë dhe të ecin për para. Por, varet pej ti edhe unë e kam të mbyllur në misionin tim në këtë moshë. Si është bashkëpunimi juaj me qytetarët e Ulqenit dhe tregun lokal? Ne sikur se e dini edhe ju, ne jemi të njëjtë. Si Vladimiri, Katërkolla apo Ulqini, ne jemi të gjithë ne
i gjohim njani tjetrin familjarisht, për atë arsye marrëdhëniet i kena shumë të mira, pa marrë parasysh se tash ndoshta kanë ardhur dhe një numër i madh prej anave tjera se ulçinit i lakmon gjithkush, por ne i kemi marrëdhëniet e mira, na me pas unë kur kam pas 10, me pa pas 200 litra qumsh kam mujt me i shit, apo djath me pa pas 200-300 kg në muj, unë i kisha pas shitun në komunën tonë. Por nuk ka kusht të merret, por marrëdhëniet janë shumë të mira. E sa ishte rëndësishme për juve që produktet vendase të konsumohen nga komuniteti i Ulqinit? E rëndësishme është numër 1, por ne, nëse nuk e përpunom një artikull të merret në Ulqin apo në fshatrat e Ulqinit dhe të çohet në Nikšić, është gjë shumë e rëndë. Tu janë investime të mëdha, për atë arsye nëse te na nuk ekziston një fabrik, edhe konsumuesit ton nuk munden me kanë të kënaqur në ne si prodhuesa. Cili do të ishte ai mesazhi juaj si një fermer, si një që merret me bujqësi, mund të them shumë vite, cili do të ishte mesazhi për të rinjët dhe brezin e ri? Saj për këtë bujqësisë, duhet ju them si fëmijëve të mi, me bujqësi mundej me punu, mundej me ekzistu, mundesh me pas një jetë lumtur, por nuk mundesh me mbërrit diçka, që të thush kam bum, nuk mundesh me bujqësi, se 70 vjet kam punu, ma i lumtur kam qenë 15 vjet që kam punu në organizatë bujqësore, se sa tash që merrem me bujqësi edhe jam vetë pronar. Është e vështirshme shumë, ti thush dikuj merru me këtë deg, është ndoshta shumë e rëndë me i thonë djelve. Unë i kam 3 djem, ma të lumtur janë ata që punon në punë, se sa unë që merrem me këtë punë. Ferma Imeri na tregoi se pas çdo prodhimi të thjesht fshihet një punë e madhe, një përkushtim i vazhdueshëm dhe një pasion i fortë për bujqësinë. Historia e kësaj ferme dhe përditshmëria e pronarit të saj na rikujton se puna me tokën dhe bagtin kërkon sakrificë, durim dhe dashuri të vërtetë për këtë profesion. Nga ky reportazh marrim me vete jo vetëm imazhin e një ferme të mirë organizuar, por edhe mesazhin se pavarësisht sfidave, fermerët vazhdojnë të jenë një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë dhe e traditës sonë.